E konsideruar si dita e punëtorëve, 1 maj ka kaluar totalisht në heshtje në Durrës, qendrën e dytë më të rëndësishme në vend, donse kjo ditë i kushtohet punëtorëve për të siguruar kushte më të mira pune, të drejta dhe liri në ushtrimin e saj në qytetin bregdetar. Kjo ditë ka kaluar si një ditë festive. Qytetarët kanë shijuar rrezet e diellit dhe kanë kryer ritualet e një dite pushimi. As sindikata, as shoqëria civile në qytet nuk njoftoi dhe nuk organizoi asnjë nisëm për këtë ditë, çka bëri që ajo të kalojë si një ditë e zakonshme pa punë. 1 maj njihet si dita ndërkombëtare e punëtorëve. Ky manifestim lindi nga lufta e punëtorëve për të kërkuar dhe siguruar liri, të drejta dhe kushte pune. Kjo ditë referohet protestave të punëtorëve me orar tetor për pagesa mesatare të garantuara për pajisje mbrojtje në punë. Kërkesa e parë publike është paraqitur në Australi gjatë vitit 1885 me këtë përmbledhje: tetor punë, tetor dëfrim dhe tetor gjumë. Kremtimi i 1 majit lidhet ngushtë me protestat e përgjithshme të përgjithshme që lidhen me atë të ndodhur në Chicago në 1 maj të vitit 1886. Manifestimi kundër dhe madhështor u krye një vit më vonë në të njëjtën qytet në 1 maj të vitit 1887. Kështu filloi rrugëtimi i kësaj dite të rëndësishme, që është përqafuar nga miliona punëtor, i organizuar përmes lidhjes sindikaliste dhe private që në fokus kanë pozitën social-ekonomike të punëtorëve. Sindikata botërore e caktoi 1 majin në të gjithë botën si ditën e punëtorëve. Në Europë, 1 maj filloi të manifestohet me Internacionalen e parë të Gjenevës.